Për herë të parë që kur Edi Rama u zgjodh kryeministër i Shqipërisë, një deputet i partisë së tij i ka dalë publikisht kundër. Do t'ja bëj me dije Edi Ramës që qysh sot e mrapan me smetet e tij s'ka paqma dhe do ta shohin se kush është i humbur për kësaj lufte. Ky është Tom Doshi, i cili ka 3 mandate si deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës. Reagimi i ashpër i deputetit Doshi ka ardhur pas një takimi që kryeministri Edi Rama ka zhvilluar me disa deputetë socialistë, ku sipas Doshit Rama e ka akuzuar se po bën betejë për interesa personale. Çdo gjë do t'ja bëj publike, por edhe t'i bëjnë publike ato që thot ai që unë e kam bërë për interesat e mia. Kur të flasun më tepër do t'i dridhen themelet majorancës dhe qeverisë. Unë përfaqësoj të gjithë elektoratin e Shkodrës, kam 10 vjet që jam politik, kam drejtuar të gjitha zgjedhjet parlamentare edhe lokale dhe dihet se çfarë fitoret ka pas Partia Socialiste në Shkodër, por Edi Rama është mas mirënjohës, është bukshkelun për mua dhe për gjithë ato që votuan në Shkodër, dhe këtë do ta shohin edhe në zgjedhjet lokale. Deputeti i Shkodrës e ka akuzuar kryeministrin se nuk ka mbajtur premtime dhe tashmë vendi është më keq se në qeverisjen e Partisë Demokratike. Thash sa ka filluar lufta me smetet e tij, nuk kam gjë personale. Gjithmonë flas në emër të bazë. Pakënaqësia e popullit ju e dini, ekonomia është më keq se në kohën e Berishës. Po pasionohen një grup njerëzish që ka rreth vetit. Edhe për sa i përket drejtorisë statimeve, t'japin përgjigje Edi Rama publikisht për lidhjet nepotike që ka emruaja në Dogana, tatimen, policiku të qanë. Edi Rama din shumë mirë që edhe Berisha dhe Topalli s'kan fitu luftë për mu, jo ma Edi Rama. Se lufta me në dhojt është si kanceri që nuk gjenë shërim. Por një prej deputetëve që ka marrë pjesë në takimin me kryeministrin Rama, ai i Shkodrës Paulin Stërkaj, ka sqaruar se qëndrimet e fundit të Tom Doshit nuk kanë qenë pjesë e bisedës me liderin e mazhorancës, dhe vetë Stërkaj ka preferuar ta cilësojë atë një takim të zakonshëm mes deputetëve dhe kryetarit të partisë. Por Stërkaj ka bërë të qartë pozicionin e tij në mbrojtje të kryeministrit në lidhje me debatin për ndryshimet në qeveri. Ne i kena dhënë votësimin qeverisë dhe kryeministrit, ato ndryshimet edhe çfarë duhet për qeverinë i shef kryeministri. Në korrikun e vitit kaluar, Tom Doshi së bashku me 4 deputet në shenjë pakënaqësie ndaj qeverisë u largua nga parlamenti para momentit votimit, duke detyruar mazhorancën të shtyjë miratimin e ligjeve për një seancë tjetër e duke shënuar kështu krisjen e parë në Partinë Socialiste.